Si të zgjas aroma e parfumit. Ja truqet që mund të bëjmë. Të gjithë duam që të na zgjas parfumi nga mëngjesi kur e hedhim për në punë e deri në darkë kur duam të dalim me shoqërinë ose partnerin. Por, shpeshherë ai nuk ndjehet më edhe pas një kohe të shkurtër të cilin e kemi hedhur. Si ta bëjmë që të zgjas gjatë gjithë ditës? Mos i fërkoni kyçet. Parfumet kanë 3 nivele. I pari është momenti kur e hedhim, i dyti kur ndihet më pas dhe i treti është ajo çfarë mbetet të nesërmen. Të gjithë e provojmë parfumin duke e hedhur tek kyçet dhe duke i fërkuar me njëri tjetrin. Kjo gjë bën që përbërja e tij të shpërbëhet dhe ju të mos e ndjeni tamam aromën. Do të duket një lloj sikur e keni hedhur dje parfumin. Hidh parfum edhe në pjesën e prapme të trupit. Për një parfum i cili zgjat gjithë kohën, ne ju sugjerojmë që ta hidhni edhe në pjesën e prapme të trupit. Në shpinë, tek bërrylat dhe sidomos mbrapa qafës në mënyrë që kushdo t'ju ndjej erën e mrekullueshme të parfumit tuaj. Hidheni në zonat e nxehta të trupit. Në pjesët e trupit ku ka më shumë nxehtësi, gjaku qarkullon më shpejt dhe kjo gjë e bën parfumin që të përhapet në të gjithë trupin. Prandaj parfumi hidhet në kyçe, poshtë qafës, mbrapa veshit pasi këto zona janë më të nxehta se pjesët e tjera të trupit.